penal kundër Sali Berishës, Bashës dhe gjithë zinxhiri tjetër pastaj komandues dhe ekzekutues, do ta regjistronje ti në prokurorinë e përgjithshme dhe s'do t'ja çonje prokurorisë Tiranës, sepse nuk ishte kompetente prokuroria e Tiranës, po ishte vetë ajo kompetente për ta hetuar të çështje me kushtetut, personalitetet e larta, deputete, ministra e tjera, na me ligjin e vjetër para se të krijohej SPAK, se tani që është krijuar SPAK, kemi 75 anë e kodit procedurës penale që e ka SPAK-u këto, po më pari kishte gjykata e lartë. Dhe gjykata e lartë duhet të bënte hetimin. Tani në mënyrë telegrafike për të ditur si erdhi puna deri tek Strasburgu. Kallëzimi penal ju qua SPAK-ut para se të gjykohesh në Strasburg çështja. Dhe nuk e pranoi SPAK-u. Ja çoi prokurorisë Tiranës. Unë personalisht e kam mankuar vendimin e SPAK-ut në gjykatë shkallës parë. Gjykata e shkallës parë nuk e pranoi, tha ka drejt SPAK-u. Ja quam gjykatës apelit, nuk e pranoi. Gjykata e apelit tha, nuk keni drejt ankojeni fare juve, tha. Atëherë ja quam gjykatës lartë. Kolegji penal i gjykatës lartë, në kohën që po shqyrtonte çështje dhe kishte marrë dosjet e provat gjitha nga ana jonë, që t'i kthehesh çështja SPAK-ut, në atë moment u bë gjykimi në Strasburg. Dhe gjykata e Strasburgut konkludoi të gjitha gjërat që ne thoshim në rekurs, tha është vrasje shtetërore, është krim shtetëror dhe jo vetëm kaq, po analizonte provat dhe ka analizuar edhe gjithë përgjegjësinë penale si urdhërues të Sali Berishës. Kush e lexon me vëmendje atë vendim, është shumë i mirë informuar. Dhe kolegji penal i gjykatës lartë, ne sa doli vendimi i Strasburgut ja quam, dhe kolegji penal u tregua në lartësinë e detyrës dhe e beri pjesë përberse dhe vendimin e Strasburgut dhe sot çështja ndodhet tani për në duart e SPAK-ut. Çfarë prisni të premten nga zoti Berisha? Berisha ose mund ta njoftoni pak me procedurën, me çfarë do të përballet zoti Berisha? Problemi është që disa kolegë tuaj edhe analistë të tjera në kuadrin e asaj që Berisha o u ka hedhur trut e gomarit, ose i ka bler, si që ka bler mjaft gjëra tjera ai, se ka bler pjesën më të madhe ai të sistemit drejtësisë bashkë me shkelzenin e vetë me argitën. Bëjnë ligjin ende ata sot në Shqipëri, edhe ende sundojnë ata, madje sundojnë edhe të mazhoranca e sotme. Kjo treshe, pra këta persona i kanë bërë ato përpjekjet e dura edhe me këta gazetare e tjera dhe i orientojnë të thonë që ai do vej, do japi se ka djeni. Jo ka djeni. Është kallëzuar penalisht ai dhe Lulzim Basha si organizator, si frymëzues dhe si urdhërues të këtyre vrasjeve. Dhe vjen me këtë cilësi atje ata se kallëzimi penal është për ta. Se po mos ishte për ta, ata do ishte prokuroria e rrethit do ta merrte çështjen, po të ishte pungardistësh. Pra ai do vej si person që faktikisht po hetohet dhe ai do t'japi versionin e tij, do pyetet në SPAK. Lulzim Basha kam frikë që nuk është pyetur edhe nuk ka dhënë deklarime kur vajti, se në një orë sa të bëhet prezantimi, sa të thuhen gjërat e të tjera nuk pati kohë të japi deklarime, po aty më shumë janë bërë komunikime, se çka komunikime janë bërë ne mbas thirrjes edhe të Berishës, shumë shpejt pasaj do ta dëgjojmë, por edhe për Berishën të njëjtën gjë. Çështja është drejt fundit. Ne kemi kërkuar që të pyetet edhe Ina Rama, edhe Bamir Topi, edhe Edi Rama. Kemi kërkuar të tre që të pyeten. Do thirren a nuk do thirren, do të shikojmë SPAK. Në rast se SPAK do t'i bjerë një mendje të lehtë, siç ka kohë që i bie mendje së lehtë, edhe do ta konsideroj ende të pandëshkueshëm këtë krim shtetëror edhe këtë vrasje që ka tronditur Shqipërinë dhe po e mban peng, se nuk është vetëm gjaku i 4-ve, po edhe i 137 të tjerëve, pra ishte një masakër e vërtet, atëre edhe mendja e lehtë do ta çojë te pushimi i çështjes, do vrasi veten, por aman do krijoj edhe një tollovi në Shqipëri që do ketë tjera situata. Po jam i bindur që këtë radhë ata do bëjnë detyrën dhe fundi është tragjik për Sali Berishën, por i merituar, tepër i merituar, prej kohësh, prej veprave penale që ka bërë, prej krimeve që ka bërë në këtë vend, prej vrasjeve që ka bërë,
prej atyre 10.000-ve, domethënë që gjaku i nenave edhe nuk e lën ato baballare, vëllezër e motra e kërkojnë edhe do vejnë në burgimin e përjetshëm. Do presim çfarë do vendosë drejtësia në fund të gjithë këtij procesi. Avokati